Qeveria do të marrë përsipër rikonstruktimin e plot të godinave të drejtësisë. Në episodin e radhës të podcastit flasim. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se ka ardhur koha për një transformim të plot të infrastrukturës së sistemit të drejtësisë. Po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave pa projekte të besueshme është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek aksioni për lirimin e hapësirave publike, duke cilësuar si një operacion kirurgjikal për vendin, që do të vijojë deri në pastrimin e plot. Është një operacion i cili do të vazhdojë në mënyrë kirurgjikale në çdo pjesë të organizmit urban të vendit, në çdo pjesë të organizmit urban të kryeqytetit. Dhe do të pastrohet çdo pjesë e prekur nga këta qiban të patolerueshëm. Kryeministri u shpreh se qeveria zotohet për të marrë përsipër çdo mision, që do t'i ofrojë vendit një jetesë dinjitoze në nivelet e vendeve anëtare të Unionit.